Mes protestës së opozitës, majoranca miratoi në parlament ndryshimet në qeverinë Rama 4. Ministrat e rinj ndoqën procesin e votimit nga lozha. Të shkarkuarit dëzum vendet në krah të kolegëve deputet, ndërsa ish zëvendës kryeministri Belinda Balluku nuk mori pjesë në seancë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe shumica e deputetëve demokrat bllokuan foltoren duke kërkuar të drejtën e fjalës, ndërkohë që majoranca socialiste votoi emërime dhe shkarkimet e ministrave. Kaosi në seancë u reflektua dhe tek radhët e opozitës. 83 vota pro, 0 abstenim, 2 kundër. Në tabelën e votimit për shkarkimin e Elisa Spiropalit nga posti i ministres së jashtme, u pa që Sali Berisha dhe Josefina Topalli votuan kundër. Por më pas, Topalli sqaroi se kishte shtypur butonin e saj dhe të Sali Berishës për të kërkuar fjalën dhe gabimisht kishte votuar. 85 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Por ndryshimet në qeveri dhe shkarkimi Belinda Ballukut nga posti i zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës nuk uli tensionet mes majorancës dhe opozitës. Partia Demokratike këmbënguli që në rendin e ditës duhet të vendoset kërkesa e SPAK-ut për arrestimin e Belinda Ballukut. Ju do të kishit hequr në mëngjes sot dhe autorizuar arrestimin e Lubi Ballukut për veprat më të rënda penale, për vjedhjet më të mëdha me Edi Ramën, po ju jeni të gjithë pengjë të saj, edhe këtyre ministrave që ulën këtu, turpi mam. Megjithatë, socialistët sqaruan se afatet ligjore do zbatohen dhe parlamenti do shqyrtojë kërkesën e SPAK-ut për imunitetin e deputetes Balluku të njëjtën e ardhshme. Sapo të jetë gati brenda këtij afati, në seancën më të parë që natyrshëm është seanca e ditës së njëjtë 12 mars, natyrshëm do të jenë gati 2 raporte. Seanca e 12 marsit, kur do të shqyrtohet kërkesa e SPAK-ut për arrestimin e ish numri 2 të qeverisë Belinda Ballukut, pritet të shoqërohet me tensione, ndërkohë që opozita ka lajmëruar zhvillimin e një proteste përpara kuvendit.